Pas 12 javësh kampionat, ekipi Kuksi gjendet në pikën më kritike të viteve të fundit. Verlindorët renditën të fundit në tabel me vetëm 5 pikë, prej të cilave 4 janë marrë në ndërtimin e Ishtranjeit Sedat Pajaziti. Humbja 2-0 ndaj Apollonis e 4-ta radhësi në kampionat e çoi në dorëheqjen e trajneit Bledar Devolli, i cili vendosi të largohej edhe për shkak të ofertës së marrë nga luftëtari, ku pritet të vijojë karrierën e tij. Kuksi po përjeton një nga momentet më të errta në historinë e tij moderne. Klubi që dikur luftonte për titull dhe përfaqësonte Shqipërinë në arenën europiane, sot është i zhytur në një krizë të thellë sportive dhe drejtuese, duke rrezikuar seriozisht rënien në kategorinë e dytë, shkruan Panorama Sport. Situata është aq e rëndë sa ekipi nuk arriti të gjejë një trajner me emër që të pranojë drejtimin e skuadrës në këtë fazë. Pavarësisht largimit të Devollit, puna në klub ka vijuar. Ekipi ka zhvilluar përgatitjet për ndeshjen e javës së 13, ku të shtunën Kuksi pret Burrelin në një duel jetik për mbijetesën. Ende nuk dihet kush do të ndërtojë skuadrën, pasi për momentin stërvitjet janë mbajtur në ndërtimin e zëvendësve trajnerit Ilir Pule dhe pjesës tjetër të stafit teknik. Pas largimit të Sedat Pajazitit, skuadra u menaxhua përkohësisht nga drejtori sportiv Asuel Dervishaj përpara se stafetën ta merrte Devolli. Tani ekipi i Kuksit ndodhet sërish në pikën 0 në pritje të një vendimi të ri për të ardhmen e pankinës. Sipas Panorama Sport, në ditët në vim pritet zhvillime nga kampi verlindor, por realiteti është se shpresat për mbijetesë veniten dita ditës. Edhe pse kanë mbetur 21 ndeshje për të luajtur, fakti që Kuksi nuk ka fituar që nga java e parë e kampionatit, pikërisht kundër Apollonis në gusht, e bën situatën tepër alarmante. Piket për mbijetesë janë teorikisht të arritshme, por forma e ekipit dhe kriza e thellë që po kalon vetëm shton pesimizmin. Në Kukës bie alarmi për të mos qenë vonë, dikush duhet të ndërhyrë madje shpejt.